do ndaj një histori të shkurtër me ju, një histori dashurie. Është një gocë që jeton në Itali, është me pasaportë italiane dhe ka komunikuar virtualisht me një djalë shqiptar, absolutisht, që jeton në Angli por pa dokumenta. Të dy janë shqiptar. Tani, njohjen e kanë vetëm virtuale, nuk janë takuar asnjëherë. Dhe kanë 2 vjet që komunikojnë vetëm me video call, me mesazhe etj. Pra nuk janë takuar. Dhe problemi është këtu. Tani vajza më ka kërkuar mua që unë të ndaj historinë me ju dhe ju të jepni mendimin tuaj dhe sugjerimet tuaja çfarë të bëj vajza, sepse ajo është në dilemë. Ta vazhdoj njohjen me djalin në telefon akoma apo ta ndërpresi. Cilat janë pyetjet që ajo do përgjigje nga ju. E para, çfarë e pengon djalin të shkojë ta takoj? E dyta, djali a ka femër tjetër atje? Dhe e treta, a është mashtrues djali apo jo? Ajo do të di përgjigjet çfarë mendimesh do t'i jepni ju. Pra ju duhet shkruani nëpër komente dhe t'jepni mendimet tuaja. A duhet ta vazhdoj goca akoma lidhjen virtuale apo duhet ta ndërpresi lidhjen sepse nuk ka asnjë të ardhme me djalin? Tani vajza ka afeksion për atë djalin sepse ka 2 vite që komunikon me to dhe e ka pak të vështirë. Dhe kjo është arsyeja që ma tha mua që ta komunikoj me ju dhe do të di mendimin tuaj. Ju lutem shumë, komentoni në këtë video, sepse goca më ka thënë që do lexoj të gjitha komentet që do I bëj njerëzit dhe pastaj do marrë një vendim. Kështu që pres komentet. Unë mendimin tim ja kam dhënë, por ajo do të dëgjoj sepse sa më shumë të dëgjosh, aq më shumë argumenton me veten tënde dhe merr një vendim të saktë. Probleme dashurie mo.